Ben unë i përkas një gjenerate të para luftës. Unë mbaj mend që në kohën tonë, pedagogu ka pas rol kryesor në shkollë, se s'kemi pas psikolog, edhe është marrë edhe me problematika ndoshta të fushës së psikologjisë. A mendon nga veprimtaria juaj që ke pas edhe në Kosovë edhe disa vite në Itali, që kemi përmirësim në këtë drejtim, që shkollat kanë kapacitet më shumë edhe me i njoftë këtë problem, edhe me e trajtu? Unë kam pas fatin edhe vetë jem kohën e para luftës. Në vitin 2001 kemi qenë gjenerata apore një drejtimit universitar që ka qenë pedagogji speciale. Ka qenë një drejtim që ka funksionu për 2 vite. Edhe pothuajse se ajo gjenerat funksionon në gjithë Kosovën dhe kontribon në arsimin gjithë përfshirës. Pedagogë special në këtë rast. Dhe kanë bërë një punë shumë të mirë. Pra, në gjatë kësaj kohe, sepse në kohën e para luftës kanë qenë shkollat speciale të ashtu quajtura në atë kohë, pra me punën e Ministrisë të Arsimit të drejtorive komunale komunave janë bërë disa hapa shumë të mirë. Në një kohë kanë qenë klaset e bashkangjitura, që kanë qenë vetëm për